Jemi pikërisht te ky botim, te ky libër, këtu do të fokusohemi sot. Grua me emrin Meri Yll. Ata të cilët e kanë lexuar dy botimet e para, natyrisht që e njohin fare mirë këtë personazh, e kanë pëlqyer, e kanë shoqëruar gjatë rritjes së saj dhe do të vazhdojnë tani me pjesën tjetër të jetës. Është në fakt pjesa e fundit e sagës së dy heronjve, Meri Yll dhe Sidi. Përse vendoset që të ishte ky fundi dhe jo ndoshta edhe një libër tjetër për një mosh në vazhdim? Personalisht nuk jam partizan e këtyre gjërave në vazhdim, po i dyti u shkrua si pasojë kërkesave të shumta nëpër vite që kisha nga lexuesit, sepse i pari ishte lënë qëllimisht i hapur, fundi i hapur, siç quhet në letërsi. Po. Edhe linte shumë hapësirë për një vazhdim. Pasi u shkrujt e dyta, vura re që pandashmërisht Meri Yll, vura re që edhe prap kishte shtek për një se jeta vazhdon, sidomos e personazheve kur rriten e kështu në radhë. Tani a do ketë pjesë 4 këtë nuk e di, po... Po me mbylljen në fakt? Lë për të kuptuar që Po. e ke kap shumë bukur, po... Po me këto mend që kam tani nuk besoj se... Po dhe ishte shumë interesante të vazhdonte. A mund ta them për publikun dy fjalit e fundit, është problem? Po. Natyrisht është një dialog, edhe unë po ndalem vetëm në një paragraf të shkurtër të fundit fare. Çfarë zbulove që nuk shkon, pyeti duke e nuhatur atë që po ndodhte. Ja mora dorën e djathtë dhe ja vura mbi gjendrën e frikshme të zmadhuar nga hiçi. Nuk është ajo që mendon, sa ai duke mputhur. Në trupin e njeriut dalin gjendra pafund, ndodhin ndryshime. Meri nuk do të ndodh ty pavarësisht historisë familjare. Ti je një grua e fortë. Do ta mposhtim atë gjendër, çfarëdo që të jetë. Historia jonë është histori jete dhe dashurie. Kemi ende shumë rrugë për të bërë. E shikova përmes lotëve dhe për herë të parë në jetë, dyshova se dashuritë të mëdha kishin prapa një mallkim. Kaq. Ky është fundi. Mua më lë të mendoj që mund të ketë edhe vazhdim, por gjithsesi mbetemi te kjo. Ajo është pjesë e frymëzimit tuaj edhe nuk mund të parashikojmë se frymëzimi me siguri është një tik, një moment. Me këtë personazh mund të ndodhi çdo gjë se unë kam si rob shtëpie tani. Po. Është në familjen time është antare. Pavarësisht se nuk duket, nuk ulet në tavolinë kështu në radhë, po është në jetën e të gjithëve ne, të familjes. Kështu që mbase me kalimin e vite mund të mlindi ngacmimi për të bërë një vazhdim, nuk e di. Të shikojmë. Meri Yll ju e lindët, ju e rritët në fakt. Po. Kështu që është një personazh që edhe mund ta drejtoni ju ku doni në vazhdimsi. Fuqi e bukur do të jetë. Zakonisht ne si personazhet kanë logjikën e vet të ecurisë. Nuk mund t'ja imponoj shkrimtari sa do imponus që është shkrimtari se e shkruan vet librin. Ata ndjekin një logjikë të vetën, edhe ajo në këtë roman ndjek logjikën e vet të karakterit të vet. Tashmë është prokurore e shtetit. Ka një karrierë të shkëlqyer në drejtësi. Arrin të bëhet edhe kryetare e prokurorisë. Po në këto vite që kemi jetuar, këto 2 dekadet e fundit, sidomos ju e dini shumë mirë se sa e ndërlikuar ka qenë jeta me sa problematika pa fund, me probleme të korrupsionit, të karrierës, të përplasjeve politike, etj. Që dashur pa dashur ndikojnë edhe në jetën personale, familjare të njerëzve. Po, pra profesionalja përzihet me personale. Po, patjetër, sepse kam bërë një pyetje naive një ditë pa naiv, se unë i përkas atij brezi që kur të përmendin prokurorin atëherë të kalonin mornica nëpër trup. Ishte figurë e frikshme. Edhe e futa këtë personazh në karrierën e drejtësisë si prokurore, po kishte një frikë kështu time që nuk njihja mirë këtë karrierë, këtë. Edhe në Panajir vjen një juriste një ditë nga ato të Panajirit edhe e pyes me naivitet, domethënë,
që s'kishte hi as për moshën që kam. Zonjë thash, dhe të bëj një pyetje, si janë këto prokurore në jetën private, intime? E më pa e që ditur kështu, si gjitha gratë e tjera, tha. Edhe këtu është ajo që desha të thoja që karriera në detyrë përzihet me problemet familjare, me problemet e fëmijëve dhe me marrëdhënie me bashkëshortin, i cili është kirurg ortoped. Edhe si shumë mjekë në Shqipëri kap dora në ndonjë dhuratë në thojza, edhe mes tyre lind një konflikti gjatë, i heshtur dhe i hapur, sepse si të gjithë njerëzit të ndronin për një vilë në fshat, vilë në thojza se shtëpi. Një shtëpi. Se vila është, po ta shikosh në fjalor, vilat janë ndërtesa gjigande. Këtu në Shqipëri përdoret vila kështu. Edhe me qa leke të ndërtoj kjo. Edhe këtu fillon. Dhe të gjitha këtyre probleme i bashkohet pastaj edhe ajo e ashtu quajtura kriza e moshës mesme, që unë nuk ja uroj asnjëras nga ju, ose po ndodhi se normale ndodh, ta kaloni sa me mirëkuptim, me bashkëpunim, me mbështetje, se në thelb çdo krizë, kur ka një mirë menaxhim, një mbështetje, edhe dyja palët ka përcehet. Patjetër. Kështu është edhe me këtë krizë të moshës që ndodh mes shumë çifteve dhe në shumë raste përfundon me divorce, që numri i cilave tani edhe në Shqipëri është bërë si në perëndim, gati gjysma e martesave përfundojnë në divorce. Shifrat rriten, fakt, vit pas viti. Dhe në fakt është kjo periudha mosha mesme që konsiderohet edhe më delikate, më vështirë, edhe si që ju e keni përshkruajtur dhe në roman. Pra, në profesion shumë të mirë, një prokurore realizuar nga ana e karrierës, një mjek, po ashtu realizuar, po sërish duket se nuk shpëtojnë. Jo, unë gjykoj që të gjitha çiftet ndodh. Ku më shumë, ku më pak, po ndodh për shkak të bashkëtesës së gjatë. Vjen një rutinë, vjen një lloj lodhje. Njeriu vetvetiu kërkon gjëra të reja, emocione të reja. Dhe kështu ndodh, si pa kuptuar, që ngrihesh një mëngjes dhe shikon që sikur njeriu jot më i afër shtetërsuar është dikush tjetër. Dhe ti përpiqesh të zbulosh çfarë ka ndodhur, ndërkohë të njëjtën gjë bën dhe ajo me ty. Por unë jam i mendimit që është thjesht fazë kalimtare. Edhe kërkon thjesht pjekuri, edhe mbështetje për njëri tjetrin, ka përcehet për mua. Ka përcehet. Ja të pyesim pak edhe zonjat, po. Ka përcehet kjo krize? Patjetër. Nuk krizat janë pjesë normale, besoj, e psikikës, me atë që thonë të gjithë teoricienët. Në fakt, do ta shtyja pak më tej në raportin me letërsinë. Letërsia ka një raport shumë të bukur, le të themi me njeriun, sepse shpeshherë shërben si një lloj pasqyre, ku ne shohim veten, dhe për më shumë kur kemi kënaqësinë që në studio të tilla të kemi dhe realisht krijuesin e veprës letrare, ne ndërtojmë një lloj kimie të brendshme e cila te i kalon kufit e një produkti letrar që ka mbaruar tashmë dhe që na jepet për ta shijuar, për ta përjetuar, për të reflektuar, për ta analizuar. Analiza që na e solli live, direkt, shkrimtari, është një analizë e cila është e vërtet, është tërësisht mish, tërësisht e prekshme, tërësisht metafizike. A ka kriza, sigurisht që ka kriza, dhe identiteti i një individi do të ndërtohet pikërisht në gjithë rrugëtimin e tij, në raportin me veten dhe me të tjerët. A do të mund të kemi një raport të suksesshëm në çift gjatë gjithë kohës?
do t'ishte çudi, po t'ishte e suksesshme 100% gjatë gjithë kohës, sepse ne në raportet me veten, dhe mendoj që kriza e moshës mesme është një përplasje e fortë me veten dhe jo me tjetrin, individët të cilët janë rreth teje, qoftë familja, qoftë kolegët e punës, qoftë familjarët, apo ndoshta gjithçka tjetër, do të mund të vinin si pasojë e kësaj përplasjes me veten. Dhe përplasja me veten do të vijë si një rrugtim midis asaj që ti ke projektuar në kokën tënde për veten, asaj që ti ke dëshirë të vazhdosh të rritesh, dhe asaj që në vizionin tënd do duhet të ishte vetja jote ideale. Kjo vetja jote ideale në momentin e moshës së mesme do të përjetojë krizat fuqishme, sepse në moshën e mesme ti ke pjekurinë e mjaftueshme për të kuptuar se çfarë ke bërë. Je më ndërgjegjësuar, Patjetër, sepse i ke konkrete, edhe ato idealet i ke përsëri të matshme, të prekshme, dhe nga ana tjetër ti nuk ke impenjimet të cilat ty të kanë bërë të dukesh e vlefshme në thonjza në rolin e gruas në familje, të kanë bërë të ndjesh e vlefshme deri tani më. Ndoshta ajo lodhja e moshës pak më të re, kështu siç jeni ju prindër të rinj në këtë kohë, të krijon intensitet, të krijon lodhje, por të krijon angazhim. Dhe nga ana tjetër, raporti yt me veten është shumë i funksionalizuar, sepse ti ke një motiv për të shkuar në shtëpi në cilën ti do angazhohesh me gjërat e tua. Në momentin që fëmijët kanë ikur, ti kthehesh në shtëpi dhe nuk ke të njëjtin motiv. Por a ka një zgjidhje? Zgjidhja është raporti me vete, rikthimi tek vetja, investimi tek vetja, tek ndjenjat e tua, tek dëshira jote, dëshira për ta njohur veten, dëshira për të gjetur kënaqësinë të përditshme tënde, në gjetjen e kënaqësisë në ato që është më e rëndësishme për ty, edhe raporti me të tjerët, por i nisur nga vetja. Po, por ajo çfarë ndodh në ditët e sotme, pikërisht ky raport me veten, edhe ky fokus ndaj qëllimeve personale, rritjes personale, kënaqësisë personale, ka krijuar deri diku shkëputjen me atë çfarë ne jemi deri më sot dy. Dhe mund të jetë baza ose themeli i një rreziku të mundshëm për shkëputje, sepse ti e ke vëmendjen akoma dhe më shumë të shtuar drejt asaj që sidomos kur mendoj 45, 50 këto grup mosh, në perceptimin tim është gjysma jetës iku dhe një gjysmë ndoshta më ka mbetur. Edhe ndoshta të fut në këto mendimet që sikur ta shijoj ndryshe, po është kjo pjesë e krizës? Sikur ta shijoj ndryshe njeriu besoj ka gjithë jetën. Por i ka përcen me forcën e rinis, i ka përcen me vizionin që gjëra do t'i bëj të mundshme, ndoshta në momentin pas i kalon 40 apo 45, ti kupton që jo të gjitha gjërat që ke patur dëshirë t'i bësh mund mos i kesh të mundshme. Ndoshta kjo të krijon këtë lloj vakumi. Fuqia për mendimin tim e një mashkull ose një femre që ndron për të sjellë gjithë jetën si një krijesë shoqërore, jo si krijesë biologjike. Ky është konflikti më i madh i racës tonë, i racës njerëzore. Do sillemi biologjikisht, si në kohën e pyllit, nga kemi ardhur, apo do sillemi në mënyrë sociale, duke mbështetur familjen dhe rrjedhimisht edhe shoqërinë. Kjo është një sfidë e vështirë. Nuk është e lehtë fare, sepse kuptohet jeta ka shumë dhe ti nuk mundesh do t'i përvosh të gjitha, t'i shijosh gjitha, kur ke një shteg, një rrugë ku do të ecësh në jetën tënde. Pra duhet sillemi si krijesa shoqërore, të pandikuar nga pesha e rënde subkonsciencës, që her pas here na ngacmon në jetën tonë vetiu, sepse dukemi kështu në pamje të jashtme si krijesa shoqërore, po subkonscienca është prezente shumë e rëndë. Ka një peshë shumë të rëndë dhe zgjohet her pas here, duke na çuar drejt instikte të paparashikueshme, të pa shpjegueshme ndonjëherë, që ndodhin krejt papritur. Kështu që kjo nuk duhet përsëris tani gjëra që i ka thënë Freudi këtu e një shekull përpara. Kjo mbetet një luftë e hapur. Instikti, biologjia dhe të
të qenit në norma dhe në shoqëri. Pak a shumë kjo ndarje, në të cilën njeriu qëndron në mesin e të dyjave, kam përshtypjen, po thjesht nuk duhet ta anoj për të ruajtur ekuilibër. Unë në fakt po improvizoja tani personazhin Meri Yll, si do të ishte në aktualitet, nëse do të ishte në prokurorinë në institucionet tona, bashorti i saj një mjek dhe do të jetonte në kryeqytet, në Tiranë. Është, mendoj unë, disi e çuditshme të japësh një analizë konkrete lidhur me faktorët që ndikojnë në jetën e një çifti, në jetën e një individi apo në jetën njerëzore. Lidhur me situatat dhe rrethanat në të cilat ndodhen që në jetë njerëzore, ka faktorë të ndryshëm të cilët destabilizojnë jetesën e tyre. Të qenurit, destabiliteti vjen si një mysafir në përditshmërinë tonë dhe ne nuk e shmangim dot. Në momentin që ne mendojmë se jemi stabilizuar, aty ka nisur destabiliteti. Mosha jonë, që në fakt unë jam 40 sot, mendoj që e nis destabilitetin për shkak dhe të një forme pjekurie që fiton me kalimin e viteve. Një formë pjekurie jo vetëm mendore, por një formë pjekurie emocionale por një formë pjekurie në përditshmërinë e tij. Pra, është, po e themi kështu pak rëndom, është pjekur për të përballuar ditën sot. Pra, dikur ky individ ose dikur unë në një ditë normale nuk e kam përballuar dot ditën me emocionet që më ka dhuruar apo me ato çfarë më ka sjell. Ndërkohë që në një moshë të tillë je paksa, mendoj unë, më i përgatitur për shkak të fenomeneve që të kanë ndodhur në rrugtimin tënd jetësor. Dhe çdo element që të vjen në jetë, qoftë dhe fenomenet siç jemi ne të qenurit nën, pra, je nën, ke lindur, ke sjell në jetë një krijesë, ky është një fenomen që ndodh te gruaja, por nëse të ka ndodhur, do të thotë që nuk je bërë vetëm nën, por ti ke ndryshuar gjithçka të mundshme në anën psikologjike, emocionale, fizike, jetësore, bashkëshortore dhe në marrëdhëniet që ti ke me njerëzit në punë. Dhe unë mendoj që çdo lloj fenomeni që vjen në jetën e njeriu është një lloj pjekurie që të mëson. Varet te menaxhimi se si e menaxhon për ta pasur një benefit në të ardhmen dhe ta shtrosh për të ndihmuar që të ngjitësh shkallët ose të ecësh në shkallët pa urrëzuar. Por varet pastaj se si e menaxhon. Për të mos humbur faktin që ne jetojmë në një kohë ku edhe vetë ajri është ndikues në jetën e njeriu. Ku edhe vetë natyra, vetë qyteti ku jetojmë, puna që bëjmë, me njerëzit që takojmë çdo ditë, bashkëpunëtorët që ne jetojmë çdo ditë, janë elementë të cilët ndikojnë tek ne, ashtu dhe ne jemi elementë që ndikojmë tek ata. Dhe menaxhimi i ditës të çon pastaj tek menaxhimi javor, mujor, vjetor, jetësor. Po, më fal. Vetëm një pyetje, meqense e nise si një, le të themi, referencën e kishe tek vetja. 40 vjeç, the kam një pjekuri tjetër, i përballoj gjërat ndryshe, kam mësuar edhe normalisht kjo përkthehet në një përballim më të suksesshëm. Apo? Nuk mund të them përballim më të suksesshëm. Mund të them që kuptoj më lehtëshëm atë që më kanos ose atë që më vjen. Një jetë e vështirë bën më mirë këtë gjë? Një jetë e vështirë nuk e bën më mirë këtë gjë, por një jetë e vështirë të vë ty përpara një pasqyre dhe kur nuk e ke atë pasqyrë për të parë se cilat janë mangësitë e tua dhe cilat janë ato që ti duhet të rregullosh. Mendoj që shoqëria civile, shoqëria shqiptare, shoqëria në tërësi ka ndryshuar. Ne themi gjithmonë që e përdorim rëndomt në jetën e përditshme, ushqimet, hormonet, gjithçka që bëjmë na kanë bërë ne që të ndryshojmë. Por në fakt njerëzit janë po të njëjtat qenie që kanë qenë dikur. Pavarësisht kohës, ndryshimit, mënyrës ku kanë jetuar, ku kanë lindur. Po mund të të bëjnë të ndryshosh tërësisht trajektore, pra ajo kriza që themi që e përjeton mosha e mesme, të bën të ndryshosh komplet rrjedhën ti vetë, ke menduar që shiko duhet bëj diçka komplet ndryshe nga kjo që po bëj. Qoftë në aspektin familjar, qoftë në aspektin profesional. Unë mendoj që një qenie njerëzore ose një njeri ose një bashkëshort ose një bashkëshorte, në qoftë se ka ndërtuar një jetë
deri në atë moshën e flasin 40, edhe për post peripecive që do t'i sillen vërdall, apo konflikteve, apo mos keqkuptimeve që kanë në çift, asnjëherë nuk e tjetërsojnë dhe nuk e bëjnë atë të ndërmarrë një nisëm, mendoj unë në optikën time, të rinis një jetë të re, edhe kur ka provuar të rinis një jetë të re, asnjëherë nuk e ka bërë më mirë atë që ka menduar se do ta bënte më mirë. Jo, domosdoshmërisht. Do bëjmë pak debat. Po patjetër, në optikën time gjithmonë, pra nuk kam asnjëherë nuk e ka bërë më mirë, kur them më mirë nuk po them për një veprim. Një veprim mund të ndodhi. Ka njerëz që kanë ndryshuar tërësisht dhe profesion, ë? Domethënë në të 40-tat, e kanë parë që nuk i gjejnë më veten. Në optikën e tij apo në mendimin e tij edhe të saj mund të jetë që e ka ndryshuar tërësisht, por po ta shohim në një këndvështrim të tretë, pra në një tablo përballë nesh, ka pafund element që mund t'i diskutosh dhe të thuash që atë që pash këtu nuk po e shoh këtu dhe këtë që shoh këtu nuk e pash këtu. Po ajo është Kjo është mënyrë perceptimi i jashtëm, ndërkohë vetë individi është duke jetuar jetën e tij në formën që e bën atë të ndihet më mirë. Por unë këtë do thosha që mjafton që individi të ndihet mirë me atë që bën. Qoftë ajo mirë apo keq në sytë të tjerë. Mund të diçka, po. Vetëm po. Unë i qasem pak më ndryshe. Eksperiencat janë shumë të hapura. Dhe normalisht individët në varësi të përvojës që kanë patur, jo domosdoshmërisht vuajtje, jo domosdoshmërisht vështirësitë, krijojnë sukses, edhe nga ana psikologjike, asnjëherë s'kanë qenë, ndoshta kanë qenë shtys për instinkte, shtys për krijimtari, shtys në fushën e artit, po jo domosdoshmërisht vështirësitë të çojnë drejt suksesit, dhe jo domosdoshmërisht kushtet optimale të çojnë drejt suksesit. Sigurisht që ka patur shumë individ të cilët i njohim në jetën tonë të përditshme, që në krizën e moshës së mesme kanë ndërmarrë iniciativat të cilat kanë bërë të ndryshojë edhe karriera tërësisht, edhe jeta familjare, edhe ndryshimi i pozicionit, lënia e një vendi dhe shkuarja në një vend tjetër, i kanë parë me një këndvështrim tërësisht pozitiv. Çfarë do lloj zgjedhje që individi bën, qoftë në një moment të krizës së moshës mesme, qoftë në një moment të pjekurisë së moshës së rritur, ideja e kalimit të adoleshencës, janë vendime që duhen përkrahur. Çdo individ ka mjaftueshëm arsye për të bërë diçka. Edhe nëse ka gabuar në një zgjedhje të caktuar, qoftë edhe kjo është e moshës mesme, minimalisht i ka krijuar mundësinë vetes për të gabuar, për të kuptuar që ai rrugtim, ai path, ishte rrugtim nga i cili doli me një përvojë të caktuar. Në këndvështrimi, do thoja unë për këtë arsye edhe divorci nuk duhet parë si fundi botës. Pikërisht. Kjo është në thelb është një alternativë, por jemi të rritur mjaftueshëm për të kuptuar që kur bëhet divorci si pirja e kafes, edhe shkon 1-2 martesa prishen, unë kam fikse këtu ka raporte gabuara me lirin. Se gjithë njerëzit gabojnë për shkak lirisë, nuk din ta menaxhojnë lirin. Jo domosdoshmërisht. Sidomos një popull si joni që vjen nga kufizime pa fund të lirisë dhe bie në liri dhe nuk di ta menaxhojë. Se s'ka përgatitjen. Jo domosdoshmërisht, ka shumë kushte që e bëjnë individin të gaboj. Dhe të gaboj ose të dështoj, po jo domosdoshmërisht gjithë dështime duen parë si lëndime, si plag, si pengesa në jetën dhe rrugëtimin tënd. Le ta ndryshojmë pak filozofinë edhe në pozicionin në cilin unë jam si pedagoge e edukimit. I shtym studentët tanë të qasen nxënësve të tyre fëmijëve me një le të themi jo disiplinim të rregullt, të rrept, por disiplinim pozitiv, drejt asaj për të pranuar dështimin dhe eksperiencën dhe përvojën si pasuri, sepse individët të cilët ja japin shansin vetes për të parë, provuar, ndoshta janë më të pasur. Ne jemi shoqëri parajgjykuese dhe përgjithsisht duke jetuar në një fshat të vogël kështu si Shqipëria, ne mundohemi individëve t'ju bëjmë biografinë përpara se të komunikojmë dhe të kuptojmë se si mendon ai. Por biografia e dikujt, ju profesor e keni të qartë dhe në librat tuaj e keni përcjell, që biografia e dikujt apo nëse shkruajmë jetëshkrimin e dikujt, nuk është vetëm perceptimi që të tjerët kanë për të. Është gjithë përjetimet që ai individ ka për veten dhe gjithë përjetimet që ai individ i ka ndërtuar imazhin e vetvetes, asaj që do të arrijë. Gjithsesi, unë në këtë libër kam dashur të jap një aspekt pak të mohuar
Patjetër, shoqërisë tonë në raport me femrën, me gratë. e vërtet. Në këto 3 dekadat e fundit, gratë kanë bërë gjëra madhështore në Shqipëri. Në biznes, në politik, në art, në kulturë. Edhe promovojnë kaq pak. Dhe promovohen kaq pak dhe shqyqyr që janë rrjetet sociale që promovojnë veten Po, Po, dhe që ka dalin një pak zë. në dukje. Po. Po të shikosh gratë e sotme që janë të suksesshme në karrierë habitesh e vërtet. dhe me forcat e veta, E vërtet. Edhe të Duke- paragjykuara gjatë dhe të gjithë kohës. paragjykuara, duke lënë prapa me dhjetra vështirësi dhe kanë arritur një sukses që varja moshës mesme. Qa është mosha, a kriza e moshës mesme në raport me atë suksesin që ajo ka arritur. E vërtet. Gjithmonë më kujtohet një ish nxënësja ime në shkollë mesme, dikur që sot është një biznesmene e suksesshme, shumë e suksesshme, drejton në resortin Lord Byron në Tepelen Buzvjosës, Shkëlqyer. edhe është në një aspekt është një personazh romani. Personazh romani. Ju i studioni në këtë formë disa individ me siguri. Megjithatë, Do bëjmë vetëm më fal. Do Jeta bëjmë e vetëm saj një është një shkëputje të roman. vogël Jeta e publicitare. saj është një roman në farë mënyrë, Po. si e shumë të tjera. Dhe sa po të kthehemi, do të rikthehemi tek Meri Yll edhe te diskutimi që kemi hapur.